Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme në Bundestagun gjerman, Michael Ruth, ka thënë se politika e Bashkimit Evropian ka dështuar me Ballkanin Perëndimor. Duke folur për protestat në Serbi, ai tha se nëse Unioni sëndëron qasjen ndaj rajonit, mund të ketë kërcënime për luftë, më shumë destabilitet dhe nacionalizëm. Serbët kanë javë që protestojnë për vlerat europiane, por ata nuk e shohin më Europën e Bashkuar se aleate. Vështirë se dikush në Ballkanin Perëndimor beson më në një perspektivë në Bashkimin Evropian. Protestuesit janë të zhgënjur me Unionin, pasi ky i fundit ka bashkëpunuar me presidentin serb Aleksandar Vučić për një kohë shumë të gjatë. Ka theksuar Ruth duke shtuar se Bashkimi Evropian nuk bën që ta humbas Ballkanin Perëndimor si rajon. Politika jon për Ballkanin Perëndimor ka dështuar. Ne kemi nevojë për një ndryshim të fortë kursi, por ndryshe do përballemi me kërcënimin e luftës e me më shumë destabilitet, nacionalizëm dhe autoritarizëm. Ne nuk duhet ta humbasim Ballkanin Perëndimor si një rajon i demokracisë, shtetit të së drejtës, lirisë, sigurisë dhe prosperitetit, potencoi kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme në Bundestagun gjerman.